Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathira. Allahun e falenderojmë, për ti ndihmë dhe falë kërkojmë. Elusim Allahun e mëdhenuar që këtë ditë të agjëruar sot Zoti na pranon. Të mbeturat Allahu të lehtëson. Elos Zotin që ajo që ka mbet të jetë më e mirë, më produktive, më cilësore se ajo që ka kaluar. Të nderuar të pranishëm, në gjitha ligjëratat e Ramazanit, në të gjitha trajtesat që bëhen në Ramazan, ka disa fjalë që janë të panashkalueshme. Ka disa tema që të gjitha temat e tjera i shërbejnë këtyre apo kësaj teme, të them në kuptim të njëjësit. Mund të flasësh çfarë do teme në Ramazan, mund të trajtosh çka dush, po të pamundshme e ki mos me fol për Kur'anin. S'paku në fillim të thua se Ramazani është muaji i Kur'anit. Në anën tjetër, gjitha kërkesat që përmes ligjërimeve bëhen në Ramazan, përmes takimeve, përmes çfarë do lloj organizimi, emëruesi i përbashkët i të gjitha kërkesave është se duhet të ndryshojmë. Duhet me ndryshu. Edhe Hoxha Rashidi kështu e filloi takimin sonte, edhe u përmend në fjalimet e atyre që dërën më herët se duhet me ndryshu. Kryetari Albani e përmeni Omerin radhiyallahu anhu si një model dhe shembull të rëndësishëm të udhëheqjes. Omeri para se të bëhej Omer që e njohim nuk ishte kështu. Ishte ndryshe. Ishte një Omer që nuk e promovonte gjithmonë drejtësinë, por trimnia, ganjë edhe arroganca dominonin jetën e tyre. Çfarë e bëri Omerin me qenë kaq i drejtë? Çfarë e ndryshoi Omerin e të tjerët? Çfarë e bëri të jetë shembull i panashkalueshëm gjatë gjitha brezave të historisë, e të mbetet gjithmonë një shembull aktual, i freskët, i kapshëm, e bëri Kur'ani. Do me thonë, Kur'ani dhe ndryshimi mendoj se janë fjalët më të përdorura gjatë Ramazanit. Edhe leximi i Kur'anit në këtë muaj shtohet. Një kontakt më i veçantë me Kur'anin bëhet në këtë muaj. Mirë, po të nderuam, dua që të shkoj përtej këtij niveli që të bëj një elaborim të shkurtër në lidhje me Kur'anin dhe ndryshimin. Kur'ani ka ardhur me e ndryshu njerin, me e formu, apo me thënë drejt, me e riformu. Nga se njeriu ka qenë i formuar kur është krijuar. Ademi a.s. ka qenë i kompletuar, i udhëzuar me besim. Pastaj njeriu ka pasur deformime në besim, në sjellje, në mënyrë të menduarit e kështu me radhë, si pasojë e shumë proceseve historike që ka kaluar për to. Dhe sa njeriu është deformu, Allahu ka zbrit shpallje për me reformu, me kthy në formën e duhur, në formën e përkryer, jo vetëm në aspektin e jashtëm, por në aspektin e brendshëm. T'ia riformon zemrën, që kthehet ka Allahu i mënduar. T'ia riformon gjitha ato që realisht njeriu e bëjnë meritor të jetë në epërsi të gjitha krijesave. Realisht ja japin mandatin e udhëheqjes në jetën e kësaj bote. Dhe dëshmia më kryesore e kësaj që e përmend është fillimi i shpalljes. Shikoni të nderuar, shpallja nuk ka filluar me fjalën agjëra, as me fjalën falu, madje as me fjalën adhura, që adhurimi është objektiva esenciale e shpalljes, por ka filluar me fjalën lexo. Pse? Për shkak se gjitha kërkesat marrin kuptim përmes leximit. Njeriu e ndryshon leximi. Dhe leximi kur përmendet, atëherë padyshim se e para që preket nga leximi dhe ndryshon përmes leximit është mendja e njeriu. Për këtë arsye të nderuar, Islami synon fillimisht me e ndryshu tek njeriu mënyrën e menduarit, që të mendon si duhet, përmes një referencë të sigurt, përmes një varg rregullash e parimesh. E mëson qysh me i analizuarat, e mëson të jetë i balansuar mes kërkesave të kësaj bote dhe botës tjetër.
e mëson për ta njohur qëllimin e tij dhe në përputhje me qëllimin dhe vlerat që ka besuar në to, ta organizon jetën e tij. Gjitha këto bëhen fillimisht përmes të menduarit, nga se mendimi prodhon kuptimet, e kuptimit pastaj sjellin veprimet dhe reagimet. Gjitha këto janë objektiv elementare e Kur'anit, me e ndryshu njeriu në mendimin e tij. Andaj Omeri ndryshoi në mendimin e tij, përmes besimit e tij. E kuptoi se tashmë drejtësia ka një dimension tjetër që u përmend. Jo vetëm në mbrojtje të kabiles e tij, e të fisit e tij, e të interesit e tij, po diçka për të kësaj. Një mbrojtje çdo kujt që pavarësisht kush është, duhet t'i garantohet e drejta e tij. Kështu Omeri mendonte në vazhdimsi, dhe këtë mënyrë të menduarit i formsoi kush? Kur'ani, fjala e Allahut të mënduar. Prandaj të nderuar, ne kemi nevojë që me të vërtet, para se të flasim për ndryshimin e Kur'anit ndaj neve, ne duhet që ta ndryshojmë qasjen tonë karshi Kur'anit, nga se kjo është e kushtëzuar. Nuk ka mundësi me na ndryshu Kur'ani pa e ndryshu një qasjen ndaj Kur'anit. Duhet me e ndryshu qasjen, pozicionin, trajtimin tonë ndaj librit, si e bëjmë, e që pastaj në bazë të kësaj të garantojmë edhe ndryshim të Kur'anit ndaj neve. Ka shumë që mund të thuhet në këtë aspekt se çka duhet na me ndryshu në raport me Kur'anin. Shtimi i leximit nuk është ndryshim i kërkuar, i mjaftueshëm. Shtimi i hatmeve është i lavdruar, por nuk është ndryshimi i kërkuar, nuk është qasja e kërkuar në kuptim të mjaftueshmërisë, absolutisht. Nga se të nderuar, na bëjmë hatme në Ramazan, është e vërtet. Është e vërtet që na e përfundojmë leximin e Kur'anit. Na e përfundojmë leximin e Kur'anit, por Kur'ani sa probleme në jetën tonë i përfundon, sa vese të këqija i mbylli i përfundon. Edhe kjo është hatme reciproke, nga leximi ndryshim, ti e lexon për ta përfunduar, e ai pastaj ndikon duke i përfunduar veset e këqija tua. Kjo është një trajtim reciprok që duhet ta kemi ne në raport me Kur'anin. Për të ndodhur ky proces suksesshëm të ndëruar, duhet të ndërmarrim një varg veprimesh që nuk kuptojnë ndryshimin e trajtimit tonë në raport me fjalën e Allahut të mënduar. Nga këto mund të veçoj e para, duhet të ndryshojmë nga trajtimi i Kur'anit si tekst hynor në trajtim të Kur'anit si mesazh individual. Ne shpesh lexojmë Kur'anin dhe shumë mesazhe kuranore, shumë porosi kuranore, shumë rrëfime, madje qortime hynore, shpesh i ndërlidhim me personalitetet që flitet për to, jo në raport me veten tonë. Duhesh me lexu Kur'anin, duhesh me e qel Kur'anin, patjetër. Dhe kur të hapësh Kur'anin, ta trajtosh fillimisht një mesazh që Zoti ty të flet nga fjala e parë deri në fund. Kur thua ihdina siratal mustaqim, më udhëzon në rrugën e drejtë, po vetveten synon. Sikur që tha Allahu xhallahu ala në hadithin kutsi që e transmeton Abu Dharri, tha kullukum dalun illa man hadaitu fastahduni ahdikum. Të gjithë jeni të humbur, përveç atyre që unë i udhëzoj. Kërkoni nga unë udhëzimin që udhëzoj. Sa ka pjesë tjetër sonë të pandriquara me udhëzim, nuk din shpesh ka të janë bash. Në shumë udhkryq që je i hutuar, a e kërkon nga Zoti udhëzimin dhe në çdo faqe të Kuranit ta gjesh këtë udhëzim, trajtoje Kuranin si komunikim të Zotit me ty. Ty po të let direkt. Madje edhe kur flet Allahu me faraonin, aty mund ta gjesh veten tënde, e mos flas në pjesët e tjera. Përderisa ne lexojmë Kuranin dhe e përjashtojmë vetveten nga ky komunikim, nuk mund të ndryshon Kurani asgjë në veten tonë, për shkak se ne nuk ja dam mundësinë. Të ndruan nga ajo që duhet me ndryshu në raport me Kuranin është nga leximi të kalojmë në ballafaqim. Çka nuk kupton që nga leximi në ballafaqim? Nga leximi i tekstit që kalojmë në ballafaqim të vetvetes me fjalën e Allahut të madhnuar. Sa ka vese që Kurani përmesit shëmtuara. Ballafaqoje veten tënde si në pasqyre. Njeriu kur don me u rregullu, ballafaqohet me pasqyrën.
Dhe pasaj në këtë ballafaqim pranon ti dorëzohet pasqyrës, që të garantohet përmirësimi dhe ndryshimi i gjendjes dhe pamjes së tij. Edhe ti kështu, del para Kur'anit si në pasqyre, ballafaqohu guximshëm me gjitha ato udhëzimet, trajtimet, me gjitha mësimet e Kur'anit, dhe kudo që Kur'ani qarton pranoje, kudo që Kur'ani ndonjë virtyt e lavdron, gjithashtu përvetësoje. Pa këtë ballafaqim nuk mund të jetë cilësor leximi. Nuk mund të jetë cilësor leximi. Duhet që të ballafaqoj vetveten. Unë jam ky dhe ky është Kur'ani. Ballafaqoje. Dhe në këtë ballafaqim pranoje çdo goditje të Kur'anit në raport me ty, nga se Kur'ani në goditje synon me të ngritë, jo me të poshtë. Në goditje synon me të përmirësu, synon me të shëru. Një sikur që e bën mjeku dhe kirurgu. Po, ai ka qasje nga ana jashtme, shumë ndoshta të vrazhet. Me synimi i tij është me të përmirësu dhe me të shëru dhe me ta lehtësu dhimbjen. Ka trajtime në Kur'an që mund të jenë të dhimbshme, të vështira me i te kalu, ballafaqohu guximshëm. Thuaj, po unë ky jam. Po unë kam këtë problem. Unë kam këtë telashe, e kam këtë met. Pa ballafaqim të guximshëm, pa sinqeritet, nuk mund t'ia lojmë Kur'anit të ndryshon. Nuk mund ta kemi pastaj Omerin shembull, as Uthman, as të tjerët. Do të kalojnë Ramazana, do ta përmendim gjithmonë tok fjalshin e njohur, Kur'ani dhe ndryshimi, por pa ndonjë prekje caktuar në jetën tonë të përditshme. Ne ndryshon mendimin ton, të folërin ton, sjelljet e shumë të tjera me radhë. Gjithashtu të ndrum nga ndryshimi që duhet ta bëjmë në raport me Kur'anin, që ai të ndryshon neve, është edhe të kalojmë nga niveli i përjetimit emocional, nga leximi në zbatim praktik. Allahu përmend në Kur'an një grup krishterësh që erdhën tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, që të shikojnë se çfarë po thot ky njeri. Ata e kishin të shkruar në librat e tyre si paralajmërim se ka me ardhur një pejgamber. Dhe e kuptuan që ky është ai. Çfarë ndodhi? Posa i lexuan, posa i dëgjuan ajetet, Allahu përmend se ata kanë filluar me qa. Ky është reagim emocional. Po normal, ne nga njëre mund të lotojmë si pasojë ajete që na prek dikun. Tingulli që lexohet është tingull prekës, zë melankolik. Ka mundësi që rrjedh loti. A është ky stacioni i fundit i prekjes nga Kurani? Jo, tek është fillimi. Andaj ata po u rodhën lotët, pas saj çka ndodhi pas lotëve? E morën në vendimin e madh që të ndryshojnë, të kthehen besimin e dur, të besojnë pejgamberit alayhis salatu wasalam. Prandaj ti mund të dëgjosh ligjërat emocionuese, një ajet me të vërtet i zbërthyer, mrekullueshëm. Çka pas kësaj? Cili është vendimi që ki me marr mas ligjëratës që e ke dëgjuar? Cili është ndryshimi që ki me bë mas lotëve që të kanë rrjedh? Çfarë ki me bë? E që kjo është e qasja që ne po e kërkojmë. Shko për te emocioneve, shko për te përjetimit, shko për te asaj që ka prek shpirtin tënë, le të prek tashme dhe mendjen tënde, le të prek tashme edhe gjymtyrët e tua dhe gjithë shka njëtën tone, nga se Kurani s'ka veç lot me i qitë, Kurani s'ka veç me na knaq e na fësku zemrat, por ka me na ndryshu jetën. T'ja mundsojmë këtë mision Kuranit ta bën lirshëm pa pengesa, t'ja largojmë barierat Kuranit e këndshëm e lirshëm e mirë, ta kryjnë misionin me cilin Allahu e zbritin tokë. Ajo është me na ndryshu për të mirë në përputhje me udhëzimet e Allahu xhalla xhelaluhu. Çështja tjetër të ndrum është, nëse don Kurani me të ndryshu, atëherë duhesh me ia hap të gjitha detajet e jetës tënde, të gjitha dosjet me ia hap Kuranit, pa mshef kurrgjë. Pa mshef kurrgjë. Nuk duhet me e trajtu Kur'anin si musafir, absolutisht, nga se trajtimi si musafir e kufizan kapacitetin e Kur'anit për të ndryshuar. Musafiri kur vjen në shpejtone, a ka mundësi me usill në përshtëpi ku dënaj, me nxirr çka don, me hap hormonat, me të hap kuletën, a ka mundësi? S'ka mundësi. Musafiri respektohet, nderohet, por është i kufizuar dikun, këtu ki me nejt. Ky është veni yt. Për të kësaj musafir nuk lëviz. Edhe ti mos e trajto Kur'anin kështu. Ti thua Kur'anit, veni është me më kallëzu që shme agjeru. Veni është me më kallëzu që shme bohatme. Veni është me më kallëzu për shembull kur
Kam një problem të caktuar, të kufizuar kaq. Mirë po pjesë e mbetura të jetës, dosjet e mia tjera janë sekretim, janë intimitetim, ato nuk i hapi me Kur'anin, hapi gjitha. Gjitha hapi. Hapja krejt Kur'anit. Japja prioritetet e tua a imi të rregullu. Kuptimet e tua a imi rregullu. Raportet e tua, reagimet e tua, vendimet e tua, gjitha dosjet me këto emërtime shumë tjera, hapi. Nëse nuk i hapemi Kur'anit, nuk mund të ndryshon. Dhe të lëviz Kur'anin lirë shumë jetën tonë, dhe kudo që has në pengesa me e largu. Pa i hap Kur'anit të në pa i hap jetën tonë, pa e fut në gjitha porët e jetës, një kufizim indikimit të Kur'anit një jetë, është padyshim pengim i Kur'anit misionin e tij. E ne edhim, i kemi këtu edhe zyrtarët e sigurisë, Zoti i ruajt, drejtorën e policisë të tjerët, që kujdesin për sigurinë tonë, dhe gjithë tjerët, që kujdesen edhe për sigurinë fizike, edhe ekonomike, edhe të kuptimeve kulturore e kështu me radhë. E dim se me pengu personin zyrtar në detyrë është vepër penale, a qështu? Nëse personi zyrtar do me kry punën, ti e pengon, konsiderohet vepër penale. Mirë, Kurani është libër zyrtar, e ka që Zoti me mision, mos e pengon misionin e tij, le. Ti smush me thonë për shembull person zyrtar zban me i këtu. Hetuesve smush me thonë mos prek këtë pjesë këtu. Janë të hapur kur ndodh krimi, ata hapin gjithçka për ta garantuar një hetim të rregullt. Edhe Kurani, a do me të përmirësu, a do me të rregullu, mos jam shef zyrtarët, mos jam shef dosjet, mos jam bëll dhomën, hapja jetën. Mundsoja që me ndru Kurani komplet, ndash me ndru, ndash hetimet për krimet e tua, me rezultu që shduhet, jo për me denu, po me diti për çka me kërku falje pastaj. Që kërkim falje mos jetë abstrakte, mos jetë iluzionare, por tjetë një kërkim falje praktike, reale, saktësisht e din për çka po kërkon falje, saktësisht e din ku është krimit, ku është gabimit, thua, o Allah, për këtë falma, kjo është problem që më nxiu jetën, kjo është problemi që po më pengon në raport me ty, largoma, mirë po kur ndodh kjo, kur hetuesit nga fjalët e Allahut zbulojnë krimin që e ke bërë, pa u mshefur ti kërkun, u hap dosjet komplet. Dhe e fundit, pa e zgjatë, më falni, të ndëruar vëllezër është që duhet me ndru qasjen karshi Kuranit, ndaq Kurani me ndru ty është kras këtyre që i përmane shumë tjera, këtu vetëm një shembull praktik të hapave që duhet na me ndërmend në raport me fjalën e Allahut të mënduar. Edhe fundit është ti je i gatshëm ta paguash koston e ndryshimit. Shpesh herë na kemi qef me ndryshu, mirë po ajo kosto me kon, ajo ndryshim me kon pa kosto, pa çmim. Me mujt me marrujt pozitën, me marrujt pasurinë, me marrujt domthon komoditetin, me marrujt rahatin, me marrujt autoritetin, këtë me marrujt edhe me ndryshu. Jo nuk mundesh me e kushtëzu ndryshimin. Nga njerë ka me pas nevoj, ndoshta me e ndryshu pozicionin. Nga njerë me jek ndon nga ndonjë komoditet, nga njerë me jek ndon nga një autoritet, nuk dihet. Bëhu i gatshëm që çdo kërkesë që e ka Kurani për me ndryshu, kostën e saj ti me e pagu sada që kushton. Omeri e pagu, Omeri ka pagu. Kej që ka është kërgu e kam pagu shokët e pejgamberit alayhis salatu wassalam. Ma dje edhe me pasurin, e me jetën, e me shpërngullin, e braktisën, kej që ka pat nevoj me vojë ata i bënen. Pse? Ishin të bindur se procesi i ndryshimit që po e udhëhiqte pejgamberi në emër Zotit është proces që duhet besuar dhe duhet dorëzuar. Nëse nuk i dorëzohemi, nëse nuk i besojmë, nëse nuk pagujmë koston, nuk mund të ndryshojmë. Dhe për fund të ndëruar, ka thënë Ibn Qayyim rahimullah, nëse nuk të shëron Kurani, s'ka shërim për ty. Nëse nuk të ndryshon Kurani, s'ka ndryshim për ty. Të ndërum, nëse nuk na përmirëson fjala e Allahut, çka na përmirëson? Nëse nuk na edukon, nuk na vetëdijson, nuk na formon menduarit tonë si duhet, fjala e Zotit krijuesit, e çka presim më në ndryshu? Në Zotin e madhnuar që në këtë muaj të Kur'anit, Kur'ani të bëhet me të vërtet pjesë e integruar e jetës tonë, në gjitha fushat e jetës tonë. Ti mundsojmë këtij libri fisnik, madhështor, të bën ndryshimet në emrin të Allahut për atë që Zoti e dërgoi dhe zbriti në tokë. Allah na ndriçoft jetën me Kur'an, na udhëzoft me Kur'an, na bashkoft rreth mësimeve e sofrës së Kur'anit,
na mundësof që në varrin tonë të na bën dritë ditën e gjykimit ndërmjetësues e shefat tek Zoti i Manduar dhe në xhenet ngritës në shkallët e larta të xhenetit e të kënaqësisë Allahut të Manduar. Faleminderit të njerë gjithve, Zoti ju shpërbleft, e paqi rrugtim të këndshëm me fjalët e Allahut deri në takim me Zotin e gjithve e atij që e shpalli Kur'anin. Zoti ju shpërbleft. Selam aleikum wa rahmatullah.